Miqt të emisionit, si që paralajmëruam, do të kemi të ftuar në emision. Është një vajzë ambicioze, por jemi krenar që e kemi pikrisht nga vendi jonë, është nga Macedonia. Është një vajzë që disi po bën bum në vendin tonë, por kohës fundit po njifet dhe po shkruajnë mediat, po shkruajnë portalet ndryshme, po vetëm për suksesin e saj edhe jashtë kufive të shtetit tonë. Do t'jetë bashkë me ne Delfina Dari, një dizajnere, dhe jemi krenar që të kemi. Mirëmbrëma. Delfina, faleminderit që pranove ftesën, krahas asaj euforie që e pate ditëve të fundit, por do të kemi mundësi që pastaj shikuesit i njoftojmë. Njerit të falimderoj që lae vikendin për qenë në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësi shumë për mua. Si është një vikend, Delfina, i juaj, me qenë se e di që profesioni ta bën që duhet të mendosh, të lexosh, të ndjekish shumë gjëra, shumë evenimente botërore, por njeriu ndonjëherë vikendin e don ta ketë lirë. Po. Zakonisht vikendi im është shumë i thjeshtë dhe i qetë. Unë zakonisht merrem me libra, lexoj, po ashtu edhe bëj skica për koleksione të ashme që dua t'i realizoj, edhe për skica dhe për në punë. Nuk është që kam ndonjë vikend shumë të stresuar, zakonisht merrem me punë të thjeshta në shtëpi, me libra, tu lexu, tu shiku filma me motrën. Ashtu. Vjen nga Kërçova. Kur të gjenë Kërçova aty? Tash më rrallë shkoj në Kërçovë, për shkak se punoj në Prishtinë si dizajnere të brendi Agnesa Vuthaj. Edhe gati jam bërë që një vit jam të Agnesa dhe nuk kam pasur shumë mundësit të vizitoj Kërçovën për shkak punës, po ashtu edhe vetës ja kam bërë që këtë vitin e kaluar kam dashur vetëm të punoj, mos të kesha dhe shumë pushime, sepse kam dashur shumë punën aty që e bëj. Ashtu. Në trego si filloi puna e dizajnimit, cili ishte ai shkëndia që fillove dhe more vendim që të bëhesh një dizajnere. Falë Zotit, jetu shku mirë, po shkon mirë dhe për këtë tregojnë edhe sukseset edhe angazhimet që cilët të angazhojnë edhe tjerët. Faleminderit shumë. Kjo puna e artit, ne kemi edhe si genetik në familje. Mamin e kam që është marrë me art kur ka qenë vajzë e re, pashtu edhe familja sa janë familje artistësh, edhe unë e kam marrë artin nga ana e tyre, si e vogël kam vizatuar shumë, në fillim kam vizatuar shumë piktura në për shkollë, kam marru pjesë në për ekspozita shkollore, pastaj kam fillu të vizatoj edhe kukulla, pastaj edhe t'i veshe ato, nuk e kam mendu ta studioj këtë drejtim, po ja që fati më shtiu bashkë drejtim ta studioj. Ashtu. Si fillove në fillim? Ishte fillimi... Ishte fillimi kur e mbarova shkollën e mesme. Atër ishte ajo periudha kur duheshe të vendose se çka dëshiron të studiosh në të ardhmen. Mua më shumë më tërhishe të studioja shkenca sociale dhe politike, por kur shkova në Prishtinë, ti shikoja të gjitha drejtime dhe më ra në sy dizajni modës tek fakulteti AB-s dhe as nuk u mendova 2 herë, vetëm e rrethova edhe më pranuan aty. Pastaj prej aty te fakulteti AB në Prishtinë më filloi rrugtimi im si dizajnere. Njerë si studente, pastaj u zhvillova dhe më shumë. Patë fatin që t'jesh edhe në tek instituti i Zetcuri këtu në Shkup. Po. Të tërgo si ka rjedh kjo laramani edhe atje dhe këtu? Gjatë asaj kohë kur isha në Prishtinë, isha duke shiku edhe fakultetet të tjera, të drejtimit tjetër për shkenca sociale dhe në sy më ra instituti
i modës Izet Suri. Aty fillova të hulumtoj dhe kur i pash se si profesori i mëson të studentet bazat e modës, strukturën, atër doja dhe aty të mbaroja një fakultetin, i kam vazhduar paralelisht edhe fakultetin Nabës edhe institutin tek Izet Suri. Mua më ra mirë sepse në Prishtinë isha vikendeve në fakultet, dërsa gjatë javës isha tek Izet Suri. Që i kam balancu mirë. Arritet ti menaxhosh mirë? Po, njërën e mbarova të parën, fakultetin e mbarova, pastaj edhe 2 vite e mbarova dhe institutin e modës këtu në Shkup, Izet Suri. Ashtu. Na tërgo, Delfina, si ishtë ato momentet e para që më vetëm krite fakultetin, u kri edhe këtu në tek instituti modës dhe pastaj prite që të del diçka në pa. Dhe jo që bëne atë pauzën, por punove shumë mirë. Kur e mbarova fakultetin në Prishtinë, atëherë më kishte mbetur vetëm instituti këtu në Shkup dhe u fokusova vetëm këtu. Prej këtu filloi fillimi i këtij koleksionit, që u bë një buje madhe në Tiranë. Këtë koleksion e kam pasur për të diplomuar këtu në Shkup, për ja që fati deshi unë që ta prezantoj në Tiranë. Kur e mbarova institutin këtu në Shkup, unë pauzova një vite, pastaj fillova punën në Prishtinë dhe mbeta aty dhe ra rasti që të më ftonin në Tiranë të prezantoja një koleksion timin dhe unë më e kisha gati që para 3 viteve që e kisha mbaru dhe thash pse jo mos ta prezantoj në Tiranë. Po e prezentove? Ka qenë e shkryt me ka qenë e bëme për këtu, po e shkryt me të bëj atje. Prezentohet atje. Por edhe pse thonë ato të mirat vinë nga dalë, por vinë. Se ka menduar. Ka qenë një eveniment i madh, Delfina, dhe sigurisht që kjo ka ardhur si rezultat i punës që thot ti e ke bën, por na trego pak si ishte aplikimi dhe si more pjesë në atë eveniment madh, ku me të vërtet ne jemi krenar që një vajzë nga Maqedonia, një shqiptare, mori pjesë në atë eveniment madh në Tiranë, ku e dim se është tashmë Tirana një metropol ku gjen vend për të gjithë. Po. Pjesëmarrja ime atje ishte, unë isha në punë ato momente dhe pash një postim në rrjetet sociale se kush dëshiron të marrë pjesë në Albania Fashion Week. Ashtu. Unë vetëm ju shkruajta se s'kisha që të bëja, ishte edhe koha e pauzës, edhe vetëm e provova fatin, u prezentova kush jam, dhe asgjë më tepër, nuk kaluan as 5 minuta më thirri organizatorja e këtij eventit, Gentiana, ajo interesua shumë për mua, kur i tregova historinë time, studimet çka kam mbaru edhe çfarë koleksioni, vetëm me pika të shkurtra, çka dua të paraqes. Ati kishe shumë për t'i thonë çka duhet paraqesh. Po, ajo as nuk më pyeti më shumë, tha do të telefonoj pas pak, vetëm sa të bisedoj edhe me stafin, me organizatorët tjerë. Pastaj më njëherë më telefonoi dhe më thanë se unë isha vetëm e aprovuar nga ana e tyre. Tash mbetet vetëm vendimi im, a dëshiroj me të vërtetë të marr pjesë apo jo. Unë më vetëm isha e pranuar aty dhe nuk doja që ta humbja këtë mundësi të madhe. Doja edhe këtë koleksionin që kisha përgatit para 3 viteve, ta shfaqi më se edhe më kishte mbetur kur kam qenë studente. Po, u pranu shumë mirë. Si e pranuan atje, me qenë se dhe të kenë mundësi edhe shikuesit të shohin disa nga momentet cilët është bë promovimi i asaj, si e pranuan atje? Ata e pranuar me njerë sepse ju erdhi shumë interesante dhe vendi unë prej nga vi në Kërqova. Ju erdhi shumë interesante dhe tema ime edhe përveshjet kërqovare që ne i kemi, që ata nuk i kishin parë asnjëherë. Dhe atyre ju nduk diçka matniqe, diçka e pa parë dhe ju nduk shumë më mirë që unë këtë koleksion ta shfaqe dhe ta prezantoj
Edhe kulturën time, identitetin tim, edhe unë si dizajneri Delfina, se kush jam. Dhe mua mu bë qefi shumë që u pëlqye. Pastaj edhe historinë kur ja tregova pak me pikat të shkurta dhe pse i kemi ne këto, atyre ju pëlqej shumë, i erdhi shumë mirë dhe më pranua me një herë. E pan edhe shikuesi sigurisht, për edhe neve na intereson shumë. Kjo shumë interesante dul kjo pjesa e veshjeve korçovare. Përveç mos themi atje në Shqipëri, por na intereson edhe neve këtu në viset tona në Maqedoni, në tërët shqiptare tjera, shumë pak janë të njoftuar me atë veshje, shumë bukur e prezentove, shumë mirë. Na tregot Delfina, si e vendose që është bukur kjo që e ke marrë këtë vendim për ta prezentu veshjen korçovare? Unë kam mendu se kur kam qenë student në atë kohë, kur ishte tema që ne të diplomoheshim, duheshte se cili prej neve studentët të zgjedhë diçka. Edhe unë kam mendu të zgjedhë diçka më interesante që ka të bëjë edhe me kulturën time, po ashtu edhe me të krijoj edhe veshja që janë më trendi, më bashkohore dhe i kam ndërthurur, i kam bërë më moderne. Unë mendoj se pavarësisht se ne ku shkojmë dhe sa modern bëhemi, kultura mbetet e jona që ne nuk do të harrojmë asnjëherë dhe prandaj vendosa këto veshje t'i paraqes në Tiranë, që ishte u bëra shumë e lumtur, që u pranuan që me njëherë. Na trego pak me veshjen korçovare, sa të morë kohë kjo, me të vërtet, ndoshta për ne që se njohim na duket si e komplikuar derisa të arrihet të bëhet ajo, po ndoshta për ata që e bëjnë është lehtë, nuk e di si. Unë si dizajnere e kam menduar shumë mirë këtë gjë. Pastaj edhe më ka ardhur edhe guximi që t'i shfaq këto veshje. Puna deri këtu nuk ka qenë shumë e lehtë, sepse kam dashur edhe të shikoj materiale që ngjajnë pak si ato. Pastaj më është dashur edhe ndihma e disa grave që me punë dore ti qepin ato kurorat, ato gjëra që ne i mbajmë tek veshjet tona. Nuk ka qenë e lehtë, por ja që doli shumë ma mirë se sa që kam mendu. Kam qenë shumë e vëmendshme në atë çka bëj dhe ku dua ta shfaq. Sigurisht. Këto veshje nuset i veshin apo mund të gjithkush në përdasma? Si është kjo? Jo, ato i veshin vetëm nuset. Ashtu? Kur martohen, edhe kur kanë ndonjë darsëm shumë të afërt. Ashtu? Ndërsa pastaj ajo mbetet në përdarsma në restorante vishen normale me veshje elegante. Por kur ka ndonjë darsëm shtëpie, ose kur martohet vetë vajza, ose kur ka ndonjë darsëm shumë më të afërt, atëherë ato veshje vishen. Kur Shkupi do të pret Delfinën me një kështu eveniment bukur të madh? Tash për momentin jam duke shiju këtë momentin që më ka ndodhur në Tiranë, por besoj se së shpejti edhe... Edhe ne të presim tash, nuk ngutemi. Besoj se shpejti edhe në Shkup, unë jam duke mendu që të punoj edhe një koleksion të ri, që të paraqes edhe në Shkup, edhe në Prishtinë, ku do qoftë. Shkak se koleksionin që e pat atje, me të vërtet e them që na interesoj edhe neve, janë veshje interesante, cilët edhe neve na intereson. Sidomos veshja korçovare, më kujtohet në televizionin ton ka pat një emision dokumentar pikrisht për veshjet korçovare, sado pak e kemi ndjekur, por për shikuesit është ndoshta ata që nuk e kanë ndjekur është pak interesante që në vazhdimsi pse jo të ketë një të promovohen veshjet, është shumë veshje interesante. Kemi shumë kraina ne, shumë veshje tradicionale të popullit ton. Dhe pse jo, nesër ta shohim edhe këtu koleksionin tënd. Çka pas kësaj, Delfina? Pritet koleksione të reja dhe apo do të fokusohesh në punë dhe... Për momentin e kam edhe punën në Prishtinë, por s'do me thënë që nuk do pritet asgjë prej meje, do jem edhe më shumë aktive
të shfaqi koleksionet time të mia të reja, edhe me skica, sepse unë edhe skicoj edhe vizatoj, dizajnoj ato. Kështu që së shpejti mendoj që do ketë diçka të re. Më të guximshme se sa kjo që e kam pasur. Tash, kjo diçka e mirë do të jetë. Jo që kjo s'ka qenë e mirë, kjo ka qenë super e mirë. Po tash ka me të motivuar kjo, apo? Po, kjo më ka motivuar shumë dhe më ka rritur shumë vetë besimin që të eci përpara të mos ndalem. Ashtu. Sa është e kapshme kjo, Delfina, nëse don një vajzë apo një djalë, pa marrë parasysh sa nuk është profesion vetëm i femrave, por të rinjtë të cilët dëshirojnë të merren me modën, na trego pak sa e kanë të lehtë, apo sa duhet që ta pranojnë ashtu, se nuk është diçka që nuk mund të arrihet. Për gjithë dizajnerat që duan të mirën në këtë drejtim, qofshin djema apo vajza, nuk mjafton vetëm talenti, duhet edhe shumë përkushtim pune dhe ta duash atë punën që e bën. Duhet mësosh edhe me dështimet, sepse dështimi nuk është fundi i asaj gjëje, është vetëm fillimi që ti je duke ecur përpara dhe duhet shumë durim dhe duhet të besosh shumë në vete, sepse në industrinë e modës, tani që është bërë edhe më e fortë, po që se nuk besove në vete, nuk ka askush që ty mundet të shty përpara, po që si ti nuk i jep kurajo vete se mundesh ta bësh atë dhe se beson që do arrish aty ku dëshiron ti t'jesh. Ashtu. E ceke s'ka munguar as ditët e vikendit, për as ditë pune, çdo herë ke qenë angazhuar. Dhe kjo rezultoi me rezultat të mirë, Delfina. Puna e bën gjithçka, po? Po. Sa duhet t'jesh e përkushtuar në këtë profesion që të interesohesh në shkëmbim përvojave, e the edhe vetë, kjo është moda është një fushë e gjerë dhe duhet çdo herë të ketë risi të reja. Këtë drejtim duhet të jesh 100% shumë i vendosur dhe shumë duhet të rreth parë duhet njërë të mësosh historinë e modës, pringarjet, pastaj të jesh në kërkim të hulumtosh për çdo koleksion, për çdo detaj dhe për çdo risi që sjell industria e modës kudo nëpër botë. Duhet të jesh shumë i lexueshëm, të di shumë rreth modës që ta kesh edhe më të lehtë edhe në punën tënde. Unë për shembull te Agnesa i kam kushtuar shumë vëmendje një vit se si menaxhohet brendi dhe tash mbas një viti unë jam shumë e lumtur dhe me veten që kam mësuar nga Agnesa se si menaxhohet një brend, se si menaxhohet edhe klienti, se si duhet të qasesh me klientin, pastaj edhe me dërgesat që bëjnë klientët në përbot kudo që janë. Unë mendoj se përkushtimi dhe dashuria për punën duhet ta kesh në rast të parë. Si e pranuan familjen? Me një moment, Delfina bën bum, promovohet me një eveniment të madh dhe kjo është sigurisht edhe për ata një kënaqësi, gjitha investim, tash nuk flasim për familjen se investon çdo në mjete materiale, por për ato edhe mungesa jote është investim për shkak se çdo herë kur s'ke qenë afër tyre, duke punuar, duke mësuar, ka qenë sakrificë e tyre. Ata një nuk e kanë ditë se unë jam duke folur me organizatorët e Tiranës, me Gentianën. I kam treguar një herë babit se kam folur kështu në Tiranë, dua të marr pjesë. Po nuk është që më morën shumë seriozisht se isha dhe në punë, edhe nuk e kam menduar se unë kësaj pune do i shkoj deri në fund, deri kur Gentiana e telefonoi mamin dhe i tha se duhet të din Delfina patjetër të vi se e ka një koleksion shumë të madh dhe pse mos ta prezantoj, plus edhe tema që është e fortë që ka të bëjë vetëm me mua, me kulturën time. Dhe prindit e mi normal ishin shumë, janë përkrahës, më përkrahen shumë.
normal edhe kritika më japin si do atje të sillem të bëj. Ashtu. Si çdo prind. Pashtu edhe motra dhe vllau më përkrahen të dy. Pastaj edhe familja kur e morëm vesh të gjithë. Atyre ju erdhi, as ata nuk e kam pritur që unë të bëj kaq bujë të madhe në Tiranë. As unë vetë nuk e kam prit, po faleminderoj shumë Zotin. Puna e bën vetën, Po, puna e ka bërë vetë. Po dhe unë jam përkushtu shumë, i kam bërë shumë, në atë kohë studente, e kam bërë shumë me dashuri këtë punë, dhe profesori më përkraj kur ja tregova temën, që nuk dua ta bëj shumë tradicionale të Kërçovës, dua t'i marrë edhe ca elemente të neve shqiptarve, me materiale pak më të thjeshta, me saten, me ngjyra të kuqe që përfaqëson ngjyra e kuqe që është shumë më dominante, të zezën që është elegante, pastaj të bardha që i ka marrë vetë përsaçërisht për këtë krijimin e fustanit të nuseve të Kërçovës. Dhe krejt kjo u kombinu, doli shumë bukur. Derisa e grumbullove, derisa punove për koleksionin, si mendoj që si dhe ishte mendimi jot? Kam dash shumë talent. Do del dhe njerë në pak kjo puna ime. Në ata momente kur kam punu, kam dashur talent. Se mbinte edhe shumë rënd, edhe nuk isha edhe shumë besim në vete se doja arri. Kam dashur edhe të tërzojmë talent të qicën, vetëm të bëj një koleksion me 5 veshje dhe të paraqes tek në shkollë ku kam qenë, po nuk e di, nuk u dërzova, se dhe mbinte i nati pastaj. Dhe i shkova deri fund, po më mbeti koleksionin dhe mbarova me 25 veshje, po nuk mund të shata paraqes. Më mbeti, pastaj pas 2 viteve ka qenë shkruam për Tiranë. Me sa veshje u prezentove këtu? Në Tiranë u prezentova me 17 veshje. Në fillim ishte me 10, pastaj mu bëm me 15, se kur ja tregoj agentianës edhe disa tjera që i kam për atyre të 25-ave, fasilli 15, pastaj aty për aty në backstage mu përzgjedhën 17 aty në moment dhe fundit. Ti e përgatitur po si Unë çdo isha herë? ke përgatit me gjitha gjërat, isha e përgatit me çka do ndodhe, unë e di me ja u vendosja, tani pasaj dilni ju. Po, shumë bukur, shumë bukur. Pas asaj, sa pat shkëmbimi bisedave me kolege, me njerëz tjerë, me marrdashit të cilët e duan artin dhe sigurisht kanë pas qejf dëshirë që t'ju njohin më tepër, kush është kjo vajzë me gjithë këtë koleksion? Unë në backstage u njoftova dhe me shumë dizajner tjerë. U njoftova dhe me dizajnerin kosovaret Nikun, cili ishte dhe ajo arsyeja që unë mora pjesë në Tiranë, cilin e faleminderoj shumë, sepse dhe ai më ka motivu që të marrë pjesë këtu. U njoftova dhe shumë me arkitekt të Italisë, që janë italian, të Dolce Gabbanës, të Louis Vuittonit, të cilët i pëlqyen shumë koleksioni im, ju erdhi shumë interesant dhe shumë i bukur, sepse dhe ata merren me punë artizanale, dhe kjo imja ju duk shumë fantastike. Kam pas edhe kritika, po ato janë pjesë rritjes, kërë që më mirë që janë. Po, dizajnerët botëror kanë kritika, sigurisht derisa e arrin finalizimin. Por ti nuk të ka munguar edhe pjesa artizanale, ato pjesët me dorë, por sigurisht që ke pas shumë në koleksion. Po, kam dashur ta bëj tradicionale, pak më moderne, më bashkohore, por që identiteti asaj të mbetet i njëjti. Mos ta ndryshoj vetëm, unë që kam ndryshu vetëm veshje, nuk e kam bërë shumë të gjatë se kemi ne, e kam bërë më moderne, pastaj edhe veshje tjera që i kam pasur, i kam bërë pak më moderne. Që ti përshtatet edhe kohës edhe momentit ku jetojmë. Po, sigurisht. Të ndonjë njerë, ka ndonjë domethënie të këti në shpirt, apo ato pjesët e ngjyrës që i përdor Delfina, për një dizajnere, ku ta di, nuk e di, desha du ta kafi atë ndjesin brejna se si është të një dizajneri që të përqendrohet për shkak se i cekit disa nga pjesët të ngjyrave të cilat i ke përdor.
Mua më pëlqen zakonisht ngjyra e gjelbër dhe e kaltër, që i ngjej ato dy ngjyra në shpirt, po këtu meqense kisha dhe temën pak më tradicionale, kam futur edhe të kuqen, që na simbolizon edhe të zezën, që ne simbolizon kuqezi, flamurin. Kam futur edhe ca elemente në ngjyrë ari në përveshjet, në veshjen e koleksionit tim, që kanë domethënie si më luksos, më kutur, dhe veshjen e bardhë që më prezanton Kërçovën dhe mua. E bukur. I kam bërë krejt me emocion, i kam bërë krejt me ndjenja, se cilën skic që e kam vizatu njerë, kam vizatu fillim, e kam dashur, e kam manifestu shumë, dhe ja që manifestimi mu e realizu në Tiranë. Të ka ndodhë gjatë kësaj përgatitjes së koleksionit të konsultohesh apo të jesh kështu në kontakt me tjerë, apo pikrisht vetë gjithçka e ke bërë nga vetë shpirti që ka dalë ajo? Po jam konsultu edhe me mamin. Mami është veshjet e Kërçovës i don shumë dhe më ka përkrahur shumë. Më tha që mos të përkushton vetëm tek ato veshje, po të krijoj edhe veshje të tjera, sepse veshjet e jona kanë edhe shumë punë dhe nuk kam mbërritur në atë kohë si studente që ti mbrit të gjitha ti bëj njësoj, vetëm disa pjesë. Mami më ka përkrahur dhe ja dola. E bukur. Delfina, faleminderit që ndave kohë, ti je pjesë e këtij emisioni. Do të kemi në emision, por do të ndjekim edhe hapat tuaj, pse jo? Shpresoj. Dhe ti je një dizajnere ku do të shohim në evenimente botërore dhe krahas të gjithë atyre firmave të njohura të botës. Faleminderit shumë. Faleminderit ishte kënaqësi për mua, unë nuk kënaqa shumë këtu. Shpresoj të ishe kënaqur, ashtu si që je kënaq me momentet e bukura dhe atë kishte vazhdu ajo euforia, ndoshta s'ta kemi prishat euforin që e ke prej në Tiranë, dhe të presim edhe me më shumë kështu qefe, kënaqësie, emocione. Faleminderit shumë ka zemra, faleminderit. Faleminderit edhe një. Të ndurar mi që do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, do të rikthehemi përsëri në studio.